emri është i gjyshes Olgitës, Olga Nikola, motra e Migjenit, që i bjet ishte gjyshja e Olgitës, nëna e nënës, nëna e gruas time. Ka nga Luaraslit, është embesa e Skënder Luarasit, djalit të Petroninit, është embesa e Migjenit, nga gjyshja e saj, edhe embesa e Hasan Cekës, babait tim. Ka marrë formimin intelektual, pra ka njohuri për te arkeologjisë, nga gjuhësia, po dhe nga kultura, ndjek literaturën, teatrin, kineman natyrisht edhe këngën, kjo është një pasion i atij brezi. E dyta, pasionin për terrenin, për ta shkelur vendin, jo për të qenë një arkeologe tavolines siç janë pjesa më madhe e grave për shkak të angazhimeve familjare, dhe që e vogël ka ardhur në Bylis apo në Apolloni dhe vazhdon ekspeditat, dhe interesin social, pra shumë social, shumë interesuar për atë që ndodh në Shqipëri, siç ka qenë Petronini Luarasi, Skënder Luarasi, sidomos ky drejtim, edhe siç kam qenë dhe unë, si pjesëmarrës i lëvizjes së 90-s e ngjarjeve të mëdha, duke u shkputur ca kohë nga 3000 vjet të shkuara kur ishte tema e studimeve të mia. Në fillim ka qenë rreti arkeologëve ka qenë shumë i vogël, por detyrat shumë të mëdha dhe hapësira e kërkimeve shumë e madhe. Prandaj kam quajtur epoka e zbulimeve të mëdha arkeologjike, kur janë zbuluar në Apolloni, monumente shumë të rëndësishme, por edhe zbulime të tjera të mëdha, siç ishte Dimali, Antigonea, Selca e poshtme, që ishte varet monumentale, tumat e Matit dhe kështu me radhë, Maliqi, ishte një zbulim i shkallës ndërkombëtare për sa i përket prehistorisë, por detyrat krijuan figurat mëdha, por edhe figurat e mëdha krijuan histori. Pra vinin nga shkolla të mëdha. Babai im vinte nga Vjena, bashkë me Skënder Luarasin, me Ekrem Çabein, me Budën, me Alex Budën. Shkolla e madhe e filozofisë antike dhe arkeologjisë antike. Siç vinte Skënder Anamali nga Padova, që ishte prapë një shkollë e madhe arkeologjike, dhe jo vetëm arkeologjike, po edhe gjuhësore indo-europiane, me figurat mëdha, siç vinte nga Moska, Selim Islami, që ishte prapë një shkollë gjermano-folse, gjermanofile, pavarësisht se ishte në kohën e Stalinit. Dhe apo Frano Prenti, që vinte prapë nga shkollë gjermanofile, që ishte ajo e Sofjes. Pra në këtë ambient jam rritur që i vogël duke shoqëruar babain. Në fillim, sepse zyra e tij ishte në bibliotekën kombëtare, që i vogël jam rritur midis librave, ato pak libra që ishin për fëmijët në atë kohë. Pastaj kam qenë vetëm 6 vjeç kur më ka marrë me vete bashkë me inxhinier Jovan Adamin ato udhëtimet që bënte në atë kohë për të identifikuar monumentet e kulturës dhe për t'i vënë në mbrojtje. Isha 7 vjeç kur mora pjesë në kërmimet e Apollonisë, ku babai shkonte bashkë me familjen, dhe kështu jemi rritur të gjithë 4 fëmijët që ishim në atë kohë, po unë isha i lidhur direkt me arkeologjinë, të tjerët njëri u bë inxhinier, tjetri mësues dhe motra ime prapë u bë inxhiniere. Dhe unë e vazhdova traditën që ndjek tani vajza ime. Pra, dhe ky ambient ishte edhe në Muzeun Arkeologjik, dhe jam dëshmitar i inaugurimit të atij muzeu këtu ku janë persekutuarit, kjo Godina, ku është shoqata e persekutuarve, ishte muzeu i parë arkeologjik i vitit 1948. Dhe në ekspeditat e tjera i kam ndjekur kudo babain, derisa me disiplinën gjermanike që kishte, punoja në fillim, ose pa themi shoqëroja punëtor, shtyja në një karros në gjë si fëmijë, pastaj më futi punëtor me kazën, me lopat, për shtyr karrosën kur u bëra 14 vjeç, dhe vetëm kur u bëra 17 vjeç në matur më dha lapsin, metrin për të mbajtur shënimet. Më bëri asistentin e tij, natyrisht në mënyrë modeste. Kështu që ky është kujtimi i babait që më ka rritur pranë vetes, jam rritur me librat e tij, kishte një bibliotekë të madhe në shtëpinë tonë, ishte e vetmja biblioteke e lagjes, mund të themi, ku pjesa më e madhe ishin gjermanisht, ishin libra të arkeologjisë, po dhe të albanologjisë.
Dhe ku jo vetëm që u interesova për arkeologjinë nëpërmjet librave, rruga që hapa dhe më vonë, po dhe fillova të mësoj gjermanishtën, që i vogël. Pra kjo është që jam rritur me familjen e arkeologjisë edhe në vëzhgimin e vazhdueshëm babait tim që ishte një brezit tjetër, nuk ishte babai që të përkëdhelte, siç kemi sot, që të privilegjonte, që të largonte nga përkundrazi gjithkohon, kërkonte në punë, kërkonte të studioja mirë, të isha nxënës shumë i mirë, duke më thënë që nëse do bëhesh arkeolog, do të jesh në radhë parë nxënës shkëlqyer. Komunizmi ishte një sistem natyrisht që kishte 99 meta, kishte një met që krijonte një lloj elite, krijonte një lloj hierarkie vlerash. Pra në kryet ishte Alex Buta, Çabeja, Sanceka, Selim Islami dhe 1990 e ndërpreu këtë lloj hierarkie. Pra vitet e tranzicionit kanë qenë vitet të prishjes së hierarkisë dhe të indiferencës së vazhdueshme të shtetit ndaj kulturës. Dhe për më tepër ndaj identitetit kombëtar, për shkak që shumë simbole, shumë, po themi, tradita të komunizmit u prishën, u prish ajo që ishte keqe, por siç ndodh bashkë me ujin e pisët u hodh dhe fëmia, pra u hodh edhe nderimi për traditën, nderimi për njerëzit e shquar të kulturës, dhe vendin e tyre zunë, qoftë ata që kanë para, qoftë ata që kanë pushtet, që në pjesën më të madhe nuk vinë nga elita. Pra vinë gjithmonë më shumë, po vinë nga, po themi, nga zgjëja, po vinë nga paraja me origjinë të paditur. Dhe kjo ndodhe për arkeologjinë. Në një anë indiferencë e shtetit, në një anë ndjenja një lloj kompleksi inferioriteti që është krijuar tek një pjesë e të rive që mendojnë që të jesh shqiptar është një turp, të jesh shqiptar është një disfavor, në krahasim me botën e qytetëruar, me amerikanin, me anglezin, dhe gjë që inspirohet, që frymëzohet nga politika. Ju shikoni që kur flitet për në ndërtim të rëndësishëm Shqipëri, thot filan studio holandeze apo ku diun italiane, edhe duke menjanuar studiot që e krijuan Shqipërinë. Shqipërinë e kanë krijuar studiot dhe arkitektët dhe inxhinierët shqiptar. Këtë Shqipëri që ke 99% e Shqipërisë sotme, qoftë në arkitekturë, qoftë në kulturë, qoftë në infrastrukturë, qoftë në ekonomi, është e shqiptarëve, nuk janë të huajt. Dhe na iluzioni që të huajt do vinin, do investonin, do na mësonim ne se çdo bënim, kjo vazhdon dhe dominoj dhe në arkeologji. Dhe kjo inspirohet nga lart. Pra, shikoni që drejtuesit e institucioneve që merren me kulturën, duke filluar nga kreu fare, këshilltarët e tyre, qoftë për arkeologjin, i kanë të huaj, nuk i kanë shqiptar. Pra, sjellja e tyre ndaj arkeologëve shqiptarë në përgjithësi, po marr arkeologjin, ka qenë e tillë që e kanë nënvlerësuar pastaj edhe përballë financimeve që kanë qenë modeste, edhe i kanë çuar pak nga pak në indiferencën e të rive për të marrë me arkeologji. Fakulteti Histori Filologji ka një departament, ka një dek të veçantë për arkeologjin, ku merren pjesë përpara 40 studentë. Dhe ishte kusht që të ishin mbi 8. Sot ka 5 ose 6 studentë dhe ata janë tek 6. Pra kjo rënje e interesit është pasuar dhe me rënjen e përgatitjes dhe niveli natyrisht e atyre që japin mësim, as krahasohet me figurat që kanë dhënë mësim në histori filologji,
30 vjet përpara ose 40 vjet përpara, nuk mund të kesh një Çabej, nuk mund të kesh një Skënder Luarasi, nuk mund të kesh një Mahir Domi, nuk mund të kesh një Hasan Ceka, edhe një Selim Islami kështu me radhë. Pra, kjo është një lloj mase, një mjerim i arkeologjisë, në qoftë se do vazhdojmë këtë drejtim, pak nga pak do përfundojmë me daskal, do përfundojmë me njerëz që s'kan as interes për shkencën. Së pari, nuk ka një referencë në atë që për çfarë shërben arkeologjia dhe çfarë jep arkeologjia si investim. Po unë po ju them vetëm një gjë, që vetëm Butrinti jep 3 milion, besoj deri në 10 orë. 3 milion euro në vit vetëm nga biletat, jo nga aktivitetet tjera që mund ta dyfishojnë këtë. Nga shërbimet tjera ose nga aktivitetet tjera që zhvillohen. Dhe kurse shteti investon për kërkimet arkeologjike vetëm 200.000 euro. Për 30 ekspedita që i bie më pak se po themi se 10.000 euro bie 7.000 euro për ekspedit. Që janë të pamjaftueshme. Do në vetëm në qoftë se do shkosh me një ekip me 3-4 veta, që është minimumi, që duhet të kesh pas studentët. Në qoftë se ti nuk merr student, e ke vdekur arkeologjinë që në fillim. Ne në kohën e komunizmit kemi pasur në Bylis, ku shkuam bashkë dhe pati teatri, stoa, stadiumi, cisterna, muret rrethuese, gjithë ajo pasuri është krijuar në 20 vjet, më pak se 20 vjet, dhe kishim 100 punëtorë dhe 20 student, çdo vit. 20, tani nuk kemi asnjë student. Asnjë student nuk vjen, sepse nuk e paguajmë dot me këto 200.000 euro. Dhe çfarë duhet bëjmë? Duhet i kthemi të shtojmë asetet arkeologjike, cilët që tani po tregojnë që kanë potencial. Shkodra është një qendër e rëndësishme arkeologjike, qendra e Mbretërisë Ilire, qendra e provincës Prevalis, provincës bizantine. Dhe nuk ka asnjë gërmim, asnjë të vetëm s'ka sot. Lezhë, që është prapë qendra e dytë e Mbretërisë Ilire. Vetëm me vendvarrimin e Skënderbeut, kam idenë që është vendi i 4. Duhet të jetë tek 1.500.000 euro në vit. Dhe nuk ka asnjë investim për arkeologji, në mënyrë që të shtohet hapësira e vizitueshme, ta mbash turistin dhe më gjatë, atë pushuesin që është në Shëngjin dhe janë disa qindra mijë që kalojnë atje, të japësh mundësi ta mbash të hapur qendrën arkeologjike deri në 1 natës, deri në 2 ta ndriçosh, të bësh koncerte, e të shtosh aksesin. Jo vetëm për t'i treguar, po Lezhë është një kryeqytet i lirë, Mbretërisë i lirë, i thua që shiko se ç'kan pas Ilirët, dhe ne jemi një popull që vim nga Ilirët. Lezhë është vendi ku është krijuar kombi i lirë. Nekropoli i Lezhës është bashkia e Lezhës që ka krijuar një muze modest për pikërisht për kulturën e Komanit që zhvillohet aty, që zhvillohet tamam në Bregdet, jo vetëm në përmale. Dhe nuk ka gërmime. Amantja, s'ka asnjë gërmim arkeologjik përveç disa gërmime të rastit që bën nga entuziast, me një shpirt aventure, që shkojnë në bëjnë gërmime në Amantja, por nuk ka një program shtetëror i cili ta kthejë atë në një qytet vizitueshëm, dhe është qyteti më i hershëm i lirë, krijuar në sekondën e 5 para erëson. Dhe që është zbuluar stadiumi që në vitin 1956, është zbuluar tempulli i Afërditës, muret rrethuese nga më të bukurat e Ballkanit. Dhe nuk ka investime. Pra, duhet një politikë shtetërore ku bëhet një diferencim se cilat janë asetet themelore, Butrinti, Amantja, Bylisi, Shkodra, po themi Lezhë, dhe pastaj një radhë e dytë, qendrash arkeologjike që duhet të jenë asete që jepen pushtet vendor. Sot i kanë vetëm thesar kërkuesit, po të shkosh atje do gjesh gropa, do gjesh njerëz me metal kërkues që bëjnë gropa edhe dëmtojnë shtresat arkeologjike, nxjerrin monedat, dhe moneda është indikatori kryesor i shtresës, e daton me saksi shtresën arkeologjike. Ja rrëmben vendit ti, kulturës së vendit ti, historisë së vendit ti, ja heq këtë. Nga këta që të nesër me shkon e vërtet në stadium
për Shqipërinë, kur luan. Po, sa mirë me qenë dhe nga ndërkohë dëmton historinë e vendit të tij. Dhe pse? Sepse ka një diferencë të plot nga pushteti. Pushteti nuk çan kokën nëse ti dëmton një monument arkeologjik. Në qoftë se ku di unë dëmton në gjë tjetër të vihet nga prapa, s'të lë të shkosh as gjikundi. Për arkeologjinë nuk e kam për gjë. Tani ka një debat për dëmtimin e parkut arkeologjik të Butrintit. I hoqën një copë. Dhe i hoqën një copë arkeologjike. Shduken një monument arkeologjik vetëm për të zgjeruar, për t'i dhënë mundësi një investitori shqiptar apo të huaj të shtojë ku diun pasuritë e tij, nga 100.000 që ka sot i bën 100 milion nesër. Dhe varfëron pikërisht shtetin shqiptar, i cili do pasurohet shumë më tepër në qoftë se Butrinti trajtohet jo vetëm si një, po themi, qytet i vogël që është aty, relativisht i vogël, por shumë i pasur, po dhe me tërë territorin e tij. Se janë dhe është muri Demës, janë dhe monumente tjera, Shuka i Tojit, dhe janë monumente tjera që është një kompleks i tërë arkeologjik. Dhe kjo besoj që duhet bërë. Selsa e poshtme, me këtë rrugën e famshme që hera hapet herë mbyllet. Po është vetëm 5 minuta nga rruga, ngjitesh në një nga qendrat më fantastike arkeologjike të Ballkanit, me varret mbretëror të gdhëndur në Shkëmb, varri Monunit, është në Pogrades, në Mokër të Pogradesit. Dhe se ka askush, dhe ati sa herë shkoj gjej një grop tjetër që është bërë nga Thesar Kërkusi. Gjej një shenjë, një thyrje që shkojnë në bën Thesar Kërkusit me mendimin që duhet ketë diçka të fshehur atje, me ignorancën e tyre. Edhe askush nuk shqetësohet, askush nuk merakoset, nuk ka asnjë regjistrim prokurori dhe asnjë ndjekje të prokurorisë, sot po të shikojnë zero ndjekje të prokurorive shqiptare për dëmtimet në fushën e aseteve arkeologjike. Kjo është në indiferencën që ka establishmenti politik ndaj traditës. Për këta historia fillon me këta. Unë jam, pas meje, thonë të dikush, vjen historia, dhe pasaj shkoj pa histori. Dhe besoj që gjitha ata që mendojnë që do qajnë rrugë për historinë, do më njanohen, do lihen më njanë nga historia. Historia bëhet në shekuj, nuk bëhet me muaj e me mbështetje të përkohshme. Ata kanë qenë kolegët e mi, ata kanë qenë bashkëlufttarët e mi në luftën për demokraci, për krimin e shtetit shqiptar, ku kishte merita, po nuk është njeriu që bën historinë. Historinë populli shqiptar e ka bërë, nuk do bëj dy histori. Ai njeri që mendon se do bëj populli shqiptar dhe një histori tjetër, vetëm do t'i bëj dëm. Ashtu që i bëri Hitleri, ashtu siç i bën Putini, ashtu siç bën çdo diktator që mendon se do të bëjë histori. Nuk them që Nano ka qenë diktator, as e kam. Por ngritja mbi nivelin e kohës, domethënë, nuk të nderon. Këtë do të them. Me respektin që kam thënë dhe herë të tjera për meritat që pati, për zgjidhjen e progresit në Shqipëri në të gjitha drejtimet, me ato pak kohë, nuk ishte punëtor i madh, si punëtor ishte i kufizuar, por në bënte punë të mëdha duke punuar pak. Siç bëjnë të tjerët punë të vogla duke punuar shumë, edhe kuturu. Dhe në këtë drejtim, kjo është një merit që s'do t'i mohohet, po e kam fjalën, për një shprehje e cila nuk u vërtetua. Largimi i tij nga jeta ishte një largim epik, do thoya, që hiku i heshtur, pa zhurmë, pa gjë, edhe kjo e nderon. Tani merita e Nanos ishte që ikun kohën e dur. Politika është si sporti, është një shkencë irracionale, nuk është racionale. Do të thotë sa më shumë pasurohesh, sa më shumë bën, aq më nderuar je.
Kjo nuk është e vërtet. Nga njerë bëjnë epokë dhe njerëzit bëjnë asnjë gjë. Vinë politikë në momentin e duhur dhe ikin nga politika në momentin e duhur, siç mund të jenë Fanoli. Erdhi dhe ndenjë vetëm 8-9 muaj ndenjë kryeministër, jo më shumë. Megjithatë, bëri një epokë sepse puti republikanizmin në Shqipëri. Edhe sot Shqipëria republikane është e bazuar tek Fanoli. Siç është ajo, autoritare, po themi monarkiste, është e bazuar tek Zoku. Nuk del më njëri tjetër t'i zëvendësojë, të bëj histori. Unë kam një mendim tjetër për këtë punë, nuk them që ka 35 vjetë, është i vjetër edhe këto nuk kanë shpesh vlerë, se ka pas raste Tensiopini ishte mbi 80 vjeç kur i bëri një kthes historik e Kinës. Kina e sotme nuk është e Mao Tse-tunit. Apo është e një njeriu që ishte 85 vjeç, nuk e di me saktësi, kur vendosi që Kina të bësh një shtet modern, natyrisht me defektet dhe me natyrën e saj lindore, jo demokratike, po themi autoritare kështu me radhë, po këto nuk janë temë e kësaj, por po them që mosha në politikë nuk është gjithmonë vendimtare. Por unë mendoj që duhet i ndrojmë mendjen shqiptarëve, jo Berishës. Pra, vështirësi është, tash kjo është që t'i ndrojmë mendjen shqiptarëve është shumë e vështirë se sa t'i ndrojmë mendjen Berishës. I themi je apo sjellje e mirë, apo ka një gjë që Berishës i del gjithmonë fjala. Ç'është e vërtetë, çka thën gjithë këto vite kanë qenë të vërteta, pavarësisht se duken imagjinare, edhe janë vërtetuar nga koha. Dhe kjo e bën atë që të krijojë një lloj besimi tek elektorati i tij, i cili është i kufizuar. Në qoftë se ne e marrim me statistika, elektorati i Berishës është ke 13-14% në total. Aq sa i socialistëve është pak më shumë. Mund të jetë, në që themi 13, atyre është 20. Sepse kaq shkojnë për të votuar. Dhe ai që ka 20% merr 60% votave. Kjo është një matematikë e thjeshtë, jo vetëm në Shqipëri, po kudo. Unë them drejtën e kuptova që në fillim. Pra ju e dini që unë largova që në 11 vit pas krijimit të Partisë Demokratike, në dhjetor të 91-shit jam larguar, kam bërë një deklaratë, kam parashikuar çdo gjë që do ndodhte në Partinë Demokratike, jo vetëm për fajt të Berishës, por të krijimit të një ambienti. E kuptova që Partia Demokratike që u krijua, pavarësisht nga elita, që nuk i vjen më Pashko, Demeti, Kadareja, Shaini, edhe ju të kujtoj një pjesë Imami, Preç Zogaj, janë qofte Eduard Selami, si që ishin atëherë, se të gjithë patën deformime dhe tyre me kohën, duhet ta kemi parasysh, po ishte një elite e jashtëzakonshme. Dhe Azem Hajdari ishte një politikan genial, të thoja, në intuitën e tij, në mënyrën se si kuptonte, se si paraprinte gjërat. Natyrisht që nuk u formua në nivelin që duhesh pastaj të kthesh në figurë e mirëfillt politike, që ndroi në atë të tribunit të ri, siç do ta mbajmë mend të gjithë, edhe kështu që secili pati gabimet e vet. Unë që u largova, bërë një gabim të madh, apo jo, ata që menduan se duke bërë një parti paralele, siç ishte Aleanca, që ka qenë një parti e shkëlqyer, nuk përsëritet më nga gjitha, nga idetë e saj, nga mënyra, nga njerëzit që pat në përbërjen e saj, njerëz që i takoi, them, ku ka qenë kjo mrekulli. Dhe natyrisht që nuk gjeti mbështetjen e elektoratës, si nuk po gjen më asnjë lloj lëvizje politike. Pra, dhe kjo tregon që përtej fajt që kanë persona autoritar që imponojnë
figurën e tyre mbi atë të partisë, mbi atë të lëvizjes, të qytetërimit politik, është edhe jo vetëm ushqimi që japim, po dhe ushqimi që marrin. Çfarë lloj merr më kollaj dhe ky ushqimet e pa arrira, propagandistike, them iluzore, si thonte nëna ime, më gënje se më vjen mirë. Kjo është një Shqipëri që ecën me rrugën e saj, po është një tren, edhe lëviz nga vagoni i parë tek vagoni i fundit. Ky është treni historik, po ky është treni i BE-s, ku po shkojmë. Jemi atje, jemi të komanduar. Këto kanë iluzionin që politika bëhet në Tiranë, politika bëhet në Washington, bëhet në Bruxelles, dhe ti je një zbatues i pandërgjegjshëm nganjëherë i politikës që është deja e vendosur. Ti je në një konstelacion të vendosur geopolitik, nuk dalim dot nga ky, edhe për interesa kombëtare, unë nuk e përfituroj që do bëjmë ndonjëherë miq të Kinës, që ishte iluzioni Verhofstadt, apo i Stalinit, apo të Putinit. Kjo është e pamundur. Dhe kemi këtë lloj shpejtësie. Shpejtësia vajtje kthim, dhe na duket sikur po përparojmë. Por ndërkohë politika është më njanë, qofse shikon se si ecë Italia, në njanë politika e ashpër midis demokristjanëve dhe komunistëve, që shkon gati në luftë civile, me figura krejt epike, të asaj kohe, nuk bëhet fjalë për figurat e tona. Dhe nga ana tjetër ekonominë italiane, e cila arriti në vendin e 5 në botë, nëse s'gaboj, tash duhet këtë rënë më poshtë. Dhe kjo po ndodhet në Shqipëri, pra ke një Shqipëri të politikës, Shqipëri që merr me çikërrima, me baçet e tyre, shtyn gardet andaj këtej, edhe shtyn gardet edhe pronat e popullit, tek pronat e tyre janë në rregull. Dhe nga ana tjetër është Shqipëria që ecën, Shqipëria që në çdo drejtim është më mirë, se ka qenë dhe shumë më mirë se ajo që do ishte po të vazhdonte regjimi që përmbysëm. Po mendoj që ne që bëm dhjetorin, studentët tanë të parët, ata na tërhoqin. Nuk ishim ne që shkojmë parët, ata na tërhoqin. Për thonë një të vërtetë të madhe. Se dhe atëherë s'ndodhte asgjë me politikanët që kishin. Merreshin me fortuna në gotat e ujit. Pra, kemi bërë mirë. Mund të kishim bërë më mirë, po. Do të kishim bërë shumë më mirë, sikur populli shqiptar na kishte kërkuar ta bënim më mirë. Populli shqiptar nuk na ka kërkuar kur t'i bëjmë gjërat më mirë. Besoj që është një faj i ndarë, nuk është mirë që t'ja kalosh popullit, sepse është pa përgjegjësi. Populli nuk është si parlamenti, të zgjedh, por nuk mban përgjegjësi për ato që bën. Besoj që jemi bashkëfajtor me një popull si Kosova. Po të kishim qenë kosovar, në Shqipëri do kishim ecur shumë më mirë. Nuk dua ta ndroj me popull tjetër, por besoj që kosovarët janë pjesa më e përgatitur për demokraci e kombit shqiptar. Po bëjmë punë të mirë bashkë me Pascal Milon, po bëjmë historinë e shqiptarëve, jemi kthyer në punët tona, ku do të ftoja të vinte edhe Berisha, për shumë, po t'i bëjmë një ftesë miqësore që të shkruajmë historinë tonë, edhe politikën ta bëjmë prapë ne, me këshillat që japim ne. Unë kam thënë që PD-ja ka nevojë për një senat. Se këta duan të bëjnë senat në parlament dhe do ishte gjë më e keqe që mund të bëhesh e mundur. Senati duhet bërë në partitë politike, 2 partitë kanë fondacionet e tyre. Në fondacione duhet kthehen në shkolla për përgatitjen e politikanëve që vinë nga politika, jo nga biznesi. Duhet statutet e partisë të ndalojnë me kështu në mënyrë kategorike futjen e biznesit në politikë. Nuk është si në Amerikë, tjetër gjë Amerika. Po dhe ati nuk besoj se ka dhënë gjithmonë rezultate të mira. Kurse në Shqipëri,
duhet që partia të jetë pjesë e shtetit, partia të financohet nga shteti, të ketë shkolla të përgatitjes së partisë, janë fondacionet, dhe vetëm rastet ralla të marri financime nga biznesi, si ndodh Shtetet e Bashkuara, të kontrolluara, po më mirë është mos marri që fare. Biznesi është tjetër gjë. Në Partinë Demokratike ka nevojë për krijimin e një fondacioni, e kam thënë dhe përpara, ku gjithë njerëzit me përvojë të madhe, siç është Berisha, po janë dhe të tjerë, të krijojnë shkollën e përgatitjes së të djathtës tradicionale, e cila mungon. Këta që kemi ne në parlament nuk janë, pjesë më madhe të tyre nuk janë e djathta. Si janë edukuar si e djathta. Nganjëherë e quhen se janë e djathta sepse vinë nga familje të persekutuara, por 90% e familjeve të persekutuara nuk kanë qenë parti të djathtë, nuk kanë qenë familje të djathta, kanë qenë shpeshherë patriotike po të majta. Ali Këlqyra, për shembull, nuk ka qenë i djathtë, apo jo, ka qenë i majt. Njerëzit e mi, familjes time, kanë qenë belerë, po kanë qenë belerë të majt. Pra, është tjetër gjë e djathta, ajo që po flas, e djathtë me që u bë Berisha dhe zëmës president i së djathtës botërore. Pra, na duhet një djathtë edukuar, si ajo gjermane, që vjen nga edukuar në mënyrë që kur i bën këshilltar, edhe ngjisin shkallët pak nga pak, nuk vinë nga biznesi. S'vjen Gjermani njëri nga biznesi. Është e pamundur. Pra kjo është rruga që unë i kam propozuar Berishës, koha që të punoj jo për Shqipërinë e ardhme, po për Partinë Demokratike të ardhme. Dhe kjo do ishte një shkollë e madh, do ishte një shembull i madh, pra që të krijohet një fondacion edukues, ku të investohet pastaj dhe nga shteti për përgatitjen. Dhe kjo do ndodhte edhe për të majtën. E majta është edhe më shumë për t'i qarë hallin. Se ne merremi me Berishën, por e majta jo nuk është e majtë. E majta jo është e majta më reakcionare, po përdor një fjalë të më antipopullore që ka pas ndonjëherë Shqipëria. Një e majtë pa program, një e majtë pa parime, një e majtë pa shtresë shoqërore referenciale, kujt i referojnë këta? Që është e majta. Këta vinë gjithë nga biznesi, gjithë miqtë e tyre, gjithë baza e tyre është biznesi. Votuesit e tyre janë diku tjetër. Votojnë për këta, po nuk janë pjesë e establishmentit politik. Pra, unë kam idenë që kjo që ndodh, jemi një krizë politike, jo krizë parlamentare, është tjetër gjë, se krizë identiteti politik dhe ka nevojë, dhe Berisha mund t'i japi shembullin e parë, që të hiki nga parlamenti, nuk kam ne kundërshtim dhe mund të qëndrojë, është themi një specialist nëse punon më shumë në komisione se sa në foltore. Foltora është foltoria e sherrit kryesisht parlament. Komisionet janë atje ku bëhet puna, nëse pozita do ndjeki atë që kam thënë gjithmonë, që sa të jeni në pozitë, silluni sikur jeni në opozitë, do të jeni vetë kritik, gjë që s'ndodh, vetë kontrollues jo s'ndodh, dhe silluni sikur jeni në pushtet, kur jeni në opozitë, konstruktiv, mundoni të krijoni një shtet që kur të vini ju në pushtet, dhe do vini patjetër, se kështu është. Në pushtet nuk vjen me po, vjen me jo. Pra, largoj dikush që vjen ti. Se këta kanë idenë që vjen për meritat që kanë opozitë. Nuk vjen njeri për meritat që kanë opozitë. Vjen për keqqeverisjen. Do në dikush ikën, liron vëndet dhe shkon ti. Dhe kjo dinamik nuk është kuptuar akoma.